drejtuar krye në veprat e veta. Kjo është dita që na adhuroi Zoti, e sot jemi në festë të shumë visht, e djeni dita e dasmës së Qençit, Zoja Engjëre Kurciukulla, festë franciskane, dhe dita e kushtimit të motërës Vergita. E lavdërojmë krye dhe përballjen e tij për jetën që ja ka dhuruar dhe për lirin e thirrjes së shenjtë. E ajo sot premtoi para kishës se i dhurohet atij krejtësisht përjetësisht. Kort i nderuari i Zot Dot Gjergji, i peshkër i Kosovës, Monsinjor Zed Bashi, arshipeshku në pension, arshipeshkuar në pension, i nderuar Ark Mariano Tarantino, administrator apostolik i Sapës, të nderuar beshtar, rregullar, të dashura motra të kongregatëve të tjera, të nderuar prindër familjar të motrës Vergita Barboku, të nderuar besimtarë të famullisë të Pietroshanit dhe të famullive të tjera, por të dashura motra franciskane të zyrës së papërlyme, të gjithëve ju përshëndes, përsërisht ju falenderoj për pranimin tuaj. Mirë se keni ardhur në gëzimin e kushtimit të përjetshëm të motrës tonë Vergita. Shkëlqësi e nderuar, Monsinjor Dot, ju falenderoj nga zemra për drejtimin e këtij kërkimi eukaristik dhe për fjalët nxitëse që na i drejtuat si bari i saj kishe. Provania shenjtë ka dashur që ne motrat franciskane jemi të pranishme në këtë dioqezë tash 57 vite. Shpreh në lojën time për mundësinë e shërbimit, për përkrahjen tuaj të vazhdueshme dhe për kujdesin tuaj varitor. Falenderoj edhe të gjithë meshtarët për pranimin dhe bashkëpunimin e mirë ndër vite. Veçanërisht jam i njohur famulitarit të kësaj famulje të Marian Topallit për mundësinë e këtij kërkimi në këtë kishë, për mikpritjen e ngrohtë dhe bujare. Që kur jemi të pranishme në Gjakov, etrit franciskan në kanë qëndruar afër me mbështetjen e tyre vëllazërore. Në rrethana lufte e paqeje, ne u jemi mirënjohëse gjithmonë. Falenderoj Radio Maria Kosovës për transmetimin e drejt për drejt. Të dashur familjar e të afërm, vllai Viktori, motrat Valbona, Valentina, Valeriana, Violeta dhe motra Biljake e Vergitës Tinda, veçanërisht të dashur ju, prindër të motrës Vergita, nan, tinde e baba man. Ju falenderoj shumë për dhuratën tuaj më të shtrenjtë që është fëmia, të cilën me shumë dashuri vetëm e keni rritur dhe edukuar, e sot në zemërgjërsinë tuaj ja dhuruat Jezu Krishtit, kishës bashkësisë së motrave franciskane, ku me ndihmën e Zotit ajo do të realizojë kushtimin e saj. Jam krejt i sigurt se do ta mbështetni vazhdimisht me lutjet dhe me bekimet tuaja. Sakrifica me fetë të gjallë e palukatshme dhe jeta e vështirëshme e prindërve është dojë i pashtjeshëm që mban vezur dritën dhe sjell frytë të shënjën familje e në kishë. Ju falenderoj nga zemra e paqen e bardhë. Motër Vergita, i kësaj famulje, ka bërë ecje të vazhdueshme dhe bashkësinë hap pas hapi, e shoqëruar nga efroret, etri shpirtëror e mësuesët, me nxitje, mësime e çortime, me këshilla, kujdes e me lutje, me dëshmi e dashuri që të rritet e ecë drejt pa u lukatur, duke u përpikur që ta pajisin me tije e shembull në përgatitje për këtë kushtim. Të gjithë i falenderoj. Të dashura motra franciskane ju falenderoj shumë, kudo që shërbeni me shumë përkushtim e dashuri për kishën, për popullin. Për përgatitjen e kësaj feste i falenderoj veçanërisht motrët e bashkësisë së Gjakovës, për dekorimin dhe këndimin e bukur në bashkëpunim me korin e të rinjë të kësaj famulje. Ju lufshi durt e ju plot zemra korin. Të gjithë së bashku, bashkë me shërbimin e ministrantëve, ja shtuat bukurinë dhe solemnitetin e kësaj feste. Ju falenderoj ju të dashur besimtar të Krishtit të kësaj famulje për pranimin tuaj. Ju jam mirënjohëse për mbështetjen dhe kujdesin që tregoni ndaj motrave
Kosova, kjo ka qenë gjithmonë finalisht e thirrjeve të reja. Këtu e në diasporë kisha ka nevojë për tri e treja që në zemër të gëzueshme i kushtofën fytyrën e i shërbejnë popullit. Të gjëra janë fushat e të korat që kur apresin dhe leshtat e Zotit që ka nevojë për kultor, ka nevojë për ne. Ju ftoj që vazhdimisht të luteni me ne për thirrjet të reja shpirtërore. E ju treja ju sigurojnë se ta ndjekësh Krishtin nuk do të thotë të ikësh nga sfidat dhe vështirësitë e jetës, por të ecësh më me gëzim me të. Ai është shpresa që nuk zhgënjen, nuk ju merr asgjë, por ju dhuron gjithçka, thoshte shërbëtori që falin dy pa. Në këtë ditë të shenjtë, ju siguroj se çdo shtunë të parë të muajit do të premtojë vesh shenjtë për ju, që luteni për thirrjet e reja në kongregatën e motrave franciskane të Zotës së Papëryme. Fort të dashur motër Brigita, e lumja ti që besove. Këto janë fjalët e shënë Elizabetës në përshëndetjen që i bëri Zotës së bekuar. E Vjeshtra Mari në këtë përshëndetje shpërtheu gëzim duke e madhuar fytyrën me fjalët më të madhëshme. Këto fjalë i ke fort për zemër e i ke marrë si moto të kushtimit tënd. Pa shpirin që në jetën tënde të bësh të tuat. Mos ja lësho dorë Zotës së bekuar që të mësosh e të frymëzohesh prej saj, që të qëndrosh e palëpaqshme në vendimet të shenjta, e të jesh gjithmonë bartëse e lajmë të gëzueshëm. Të uroj nga zemra për kushtimin tënd të përjetshëm e të përgëzoj për këtë vendim që ke marrë me guxim ungjillor. Mos të mungof kur gëzimin e zemrën tënde dhe në fytyrën të shndritur si sot. Ne jemi këtu në çmëlitje, para se të gjithash, të sigurojmë për krahët tonë motrore. Kisha tuaj e fort në thjeshtësinë e zemrës dhe kur mos u kushte në shërbim. Ajo është trupi mistik i Krishtit, të cilin ti e ke takuar, në të cilin e ke besimin, të cilin e dashurove me çdo gjë. Kërkoje gjithmonë atë që të do, sepse ai të bësh i pari. Mos ja ndaj kur syt Krishtit të kryqëzuar, qëndroj fshehur në zemrën e shpuruar të kryqëzuarit, që të kesh dritën dhe udhëtim e jetës. Prej kryqit do të shndrisë lavdia. Ec pas Krishtit, pa e kërku kryet mbrapa. Ja vlet, ja besosh ative vetën, duke e shijuar që tani shëtimin, feja jote të shpëtoj. Kjo fjalë nga Zotit t'i e koj në zemrën tënde, që tani i dire nafshëm, pra e lumja ti që besove. Zotit të bekoft e të ruajt, të ndërshot të fytyrën e vet, e pasur shqip për ty, e ktet fytyrën e ti drejteje, e ta dhash paqen, urime në shpëshetësh.